Që ja kemi vendosur në mënyrë simbolike telin me gjemba, Ministrinë së Brendshme. Tela me gjemba. Situata në nartë është që praktikisht ne kemi një zonë të mbrojtur, por mbi të gjitha kemi shtetin shqiptar i cili ka lejuar vijimin e punimeve pa konsultuar, pa bërë transparencë mbi atë që po ndodh në një nga zonat më të bukura apo në një nga zonat të virgjëra të Europës. Ka një revolt madhe popullore për atë që po ndodh në gjithë Shqipërinë, ama shkëndija ishte ngjarja në Zvërnec që e pam gjithë në rrjetet sociale, një shqiptar u tërhoq zvarr nga disa persona me bluzë zezë të një firme sigurie, sepse po protestonte kundër një gardi që është vendos aty në mënyrë të jashtëligjshme.